Mja gjetë logjikën pse Eugjini ja boni sajgore Ilirit e jo tjerëve. Bravo, ka bërë një pyetje super të bukur. Unë kom qenë me gjetë, unë kom qenë, vishte për mua, super. Unë kom qenë me gjetë, do më thonë, ku pse do më në zjedhe Ilirin. Iliri po më ne zjedhe, për arsye se Iliri ja japi që ata permitet në fillim mas shumë të kur hini Eugjini. Ken në ekstrem shumë ofë njëri me tjetërin, edhe ken të uknoqë me njëri tjetërin, mas shumë të pe krejt njëve, këta dy ken mas shumë të që e patë një kimin ekstrem të mirë. Edhe u vrejt, edhe të na, po edhe po besoj edhe në publik. Edhe menua që këta dy kanë më knoqë në ekstrem shumë. Iliri, do më thonë, ja jepi qatë liri, që okej, mujna deri qëtu, ose deri qëtu me bo që si loj hajgore. Edhe menoj që nuk ka bo gabim, ke bo shumë mirë, e ke kalzu që me Eugjini pak ma i lirë. That's it. Po, Eugjini nuk menoj që e ka bo me naj tendencë, për arsye se do më thonë e ka po qatë liri që e ka liri i liri, për me bo nashta një hajgore pak ma shumë me i lirin. A u konë reagimi i lirit, ma i mirin bot, së konë. Oke, Ilir, të pyes pak, si mendon se do jetë raporti yt në vazhdim me Eugjinin? Jo, s'ka ne. Ta shu çudita se po të më thësh aty, tani tha që të falur, se unë kur e përqafova, do me thënë që jo, të falem njëri tjetrin. Cop fshatari në sy s'ma ke thënë, kur e dëgjova te klipi cop fshatari për atë. Po aty ku e kisha trurin e shojtur, ore, ishte 2 minuta ku më zinë në vend aty. Po, okej. Se ishte moment tjetër aty brenda. Po edhe reagimi, edhe ajo s'ka pik, në ç'është ajo edhe ashtu të thënë. Po s'ka, jo se je ti. Be viktimë tash. Ka njëri që tallet me mua, tjetër gjë. Jo, s'është ç'është viktimë. Mirë, është moment. Jo mos i të duash. Ore si të duash unë, ti the ta vazhdojmë, mos e vazhdoj. Ishte ka të dy. Nuk e ka me ty atë. Po le mos e vazhdojmë. Se ka me ty drejt për drejt. Dhe Eugjini nuk e di që kishte ka të ditë pa gjumë. Po, bravo. Po kishte tjetër qëllim dhe ndodhi ajo. Edhe aty te dhoma ishte tjetër akumulim. Nëse nuk e dom shoqërinë time, po unë shikoj çfarë ti desani me këtë skuzin me këta shoq, as ta dua fare. Vjen e gjitha ngarkuar. Okej, më në rregull. Unë do ri me këtë dua, me këtë më ngjit. Ti që pasaj ditës më ke dhënë me ata firmitet. Unë jam përpjekur, prap të kam folur, të kam bërë. Po ne kënduam bashkë. Si s'kena ne. Kena ne. Po ne kënduam bashkë më dhe më. Po bre patjetër. Nuk ka nuk ka tu për. Ore jam shumë dakord. Kemi ndëjtur dhe për mua prap vazhdojmë rrim. Po mirë që dhe afrimiteti nuk mund të bëhet kaq i shpejt, ë? Eksakt, se në fund e këto njën, tamam. Dje patë të reagim, sot nuk mund t'jeni... Po kena ne... Nuk është hipokrite pasaj. Kena ne... Unë ati që faqë. Do të vi natural. Sigurisht, edhe prap do vazhdojmë do rrim, se s'kemi ndodhem, këtu jemi. Kam lonë cikmore që ja vjen ajo është tjetër gjë. Ajo që erdhe si dhe gjë, se ai eri personazh tjetër. Po po flas për mua me Ilirin ora. Mali, ai eri personazh portokallia dhe ajo tjetra është tjetër gjë. Tani ku këta zhvishen nga aktor lëku, aty fillon jeta normale. Te jeta normale s'duhet ngatrojmë atë që bëjmë jashtë me atë që bëjmë këtu. Tu jemi njerëz normal. Nuk kemi ata njerëz të jashtë. Ajo që po shërim. Po të thash më falë. Po tani, po ata për të tani. Okej, dua të dëgjojmë pak Arbrin dhe Monikën sa i përqen kësaj situate. Arbër, po e nis me ty. Nuk më pëlqen fakti që jepet si argument pjesa që Iliri është në moshë. Do më thënë, duhet të kemi... Është argument që jep Iliri vetë? Po pra, nuk më pëlqen kjo, sepse kjo ka 2 anë të monedhës. E para, nëse duhet parë ndryshe, Iliri, se që nga në një mosh, edhe pse mendoj që kjo gjë nuk ekziston, se Iliri deri tani është një nga personazhet që ka bërë batuta, ka treguar që s'ka shumë komplekse që mund t'i kishte nga shtyquetur mosha, e përballon vetë gjën. Por, me që do të marim këtë si argument, atëhere mund të marim që ana tjetër e monedhës është si e përballon një njeri që është më i madh se sa pjesa tjetër e banorëve kur ndodhet një situatë të tillë. Pra, mendoj që Ilir, si dhe jo dhe ka qenë e gabuar, e egzageruar dhe një sjellje e cila mund të penalizojë, një shpërthim, domethënë i pa kontrolluar. Sepse nëse do ta kornizojmë kaq shumë shakan brenda asaj shtëpie, i bie që të merremi me çdo gjë që ju bëni. Për shembull, ditën e parë fillimisht ka menduar që ju do të shkoni mirë me njëri tjetrin. Dhe shumë mirë ti mund thuash kujt i ulesh ti më vëlla. Se ti isha ai individi që spranonte njëri të flejë në krevat. Kur ai ishte në formën e humorit dhe erdhi ult te ti, mund të thuash jo mos ke për të ulti këtu. Pra, nëse do të shikojmë gjërat maj, ti bie që me çdo shaka që mund ndodhi brenda të shtëpisë, të shpërthesh dhe të stresohet të gjithë shtëpia nga një shpërthim i jot i egzageruar.
Kështu që mendoj që kjo sjellja jote është më shumë se ç'duhet në një shaka që dikush ta bën dhe s'ka pëlqyer. Kam prit nga ti që me maturinë tënde ta marrësh veç, ti thuash dëgjoj, ky është limiti, këtë gjë nuk mund ta bësh më. Po ai shpërthimi ishte i frikshëm i lirë dhe mendoj që është gjë e gabuar. Ndoshta ty mund të ketë ngelë në mend fakti i imunitetit. Por kam përshtypjen që duhet të kesh i gjoti se ai shpërthimi i pa kontrolluar nga një fjalë i lirë, më duket pak i tepërt. Ç'a mund të ketë një gjë, ç'a mund të ketë? Ç'a mund të ketë i liri që më mund të Xhaiti, je sekretari i lirit ti? Po si dihet, ndoshta. A je sekretari i lirit? Po. Nuk të pranoj për sekretar, se s'ka i liri nevojë për të qenë ti sekretar. Po më ka nevojë kujtim tim, nuk mund të thosh ti preferencat e i lirit. Ose no. Edhe mbrojtja që do t'i bësh dikujt bëhet me karar, sepse mund ta dëmtosh. Sepse njëkohësisht ti duke dashur ta mbrosh, po e trajton si të paaft. Unë po bëj një bisedë me Ilirin dhe është një përgjigje që mund të ma japi vetëm Iliri, s'mund të ma japësh ti për Ilirin. Po e mrej se më duhet se më mërën edhe Iliri mu, këto kena aleanca. Po, pikërisht, po, vazhdojmë, po, Pra, Seno, ti po thuaj që të mban Iliri ty në Big Brother? Po, dy herë keq për Ilirin, keq për ty. Po. Pra, nëse s'do ishte Iliri në Big Brother, ti nuk do ishe në Big Brother? Jo se s'do isha, po do më kishin sulmu, do më kishin myt. Si Kristi, Angelo, do më kishin myt. Po kështu është shafënë, nuk t'i ikën dene. Bukur. Kështu është shafënë. Edhe pastaj arbri ka të drejtë, sepse i bie që tash Ilirin, nëse reagoj ashtu, unë mund ta ndasmoj Ilirin dhe ta nxjerr jashtë me zarf të zi. Është shumë thjesht për mua. Po se ka me ty. Ai nuk e përdori ashtu, se ka njëri me ty. Po tu më ndërhyj unë, Po s'ke nuk Po e kjo është gabim ose no? Është gabim, e di ai se si do t'i kthej përgjigje. E bëri një pyetje Ilirin, jo ty. Ti s'ke lidhje. Unë mund ta nxjerr jashtë me zarf të zi atë. Unë jam të folë me orë. Jo, ti tash i fikën e tokën. Unë s'më ndërhyj orë. Seno. Po broni orë. Nuk po mbrojnë jo. Jo, s'po mbrojnë njëri arbri, arbri s'është konkurrent. S'është konkurrent, jo s'ka lidhje. Jo s'ka lidhje, s'ka lidhje. E ke gabim. Okej. Pra, është interesante se si Seno mund të ndërhyj për të mbrojtur Ilirin, por banorët e tjerë nuk mund të ndërhyjnë për të mbrojtur ty, Arbër. Është interesante si funksionon bota, dhe pse duhet jetë e padrejtë me ty në këtë rast. Jo, shiko, unë nuk pranoj që të përgjigjem ndaj Senos, sepse më duket sikur po ul Ilirin. Kështu që të bëj të njëjtën pyetje që ja bëra edhe disave aty brenda. A mendon ti se qëndrimi shumë afër i Senos me Ilirin e ka bërë pak Ilirin më në thonjza agresiv apo të shkojnë në këto lloj Seno ka tendencën pak për t'i hedhur zjarrit. Për mendimin tim, edhe tani për shembull. Nga benzin, për të jetë benzin, më fal. Më fal, për të jetë benzin. E tha në ndërgjegja Seno, ke të drejtë, flet ndërgjegja. Dhe mënyra se si e kërkon, domethënë. Jo, fol me mundi, ç'keti? Unë kam, domethënë, i jep tension. Ndërkohë që unë mendoj, edhe në rastin se po e marr të mirëqen që shakaja e Eugenit ishte shumë e rëndë. Unë mendoj që një njeri kur mbaron kjo gjëja, gjen vullnetin, ulet, kërkojnë falje të dy palët dhe jeta brenda shtëpisë vazhdon. As kjo nuk ka ndodhur. Po jo, i ta ka vazhduar. Eugjini ka kërkuar falje, nuk ka bërë Dhe do përpiqem të kaloj mirë me gjithë. Portokalli bosh, çose te një rol. Po provo të tërpit për çfarë? Dëgjoni, për ta dramatizuar disi situatën. O Eugene, Seno, për ta dramatizuar pak situatën, me thënë të drejtën, me zërin e ri të Senos, ty të duket vetja sikur vazhdon ti jesh në Portokalli, se është një dublant i hekrit. Jo, shko, nuk thash që ne të përshatuam edhe ne nuk do vazhdojmë të rrimë më. Po në momentin që unë të vi të kërkoj falje dhe ashu, ktheje pak edhe nga vetja jote. Mos ndoshta edhe ti duhet të më thuashim.
Një mini më falë. Jo një më falë të plot. Shiko, më fali sekund. Më fali sekund. Ora, nuk e di unë ato më thej, ne jemi këtu më drejtohet kjo pyetje. Joshin, lutem. Më fali sekund. Tjetër me ty. O Joshin. O Joshin. Ja, kjo është. Se mendova unë. Lutem një sekund. Po, vlla, po. Ko shumë raste, ka herë, si fjalla më falë, thuhet sa me lagujen, po gjiste qiko, po i dirë më, po. Edhe unë, si kena nej, është më shumë se sa fjalla më falë. Po pse i pak të duket edhe gjesti im që i marrë dorën e vendos në balla? Pikërisht po. Okej, se tani Të dëgjojmë pak Monikën. Monika, si e ke parë ti këtë situatë? Me thënë të drejtën, e kanë ashujt qik, e kanë qenë në aspektin e asaj që kanë bërë të dyja palët, qofti Iliri, qofti Uxhini. E kanë djallosur pak, po. Po t'ishim në gjuhën e TikTokut ose të rrjetet sociale, do thonim një fjalë tjetër, siç flet dhe Ilir Vrenozi. Seno duhet kuptoj një gjë që sjellja e Senos aty është pak, e tha dhe Arbri, që nuk është sekretari i Ilirit, dhe ndoshta mund të jetë edhe nxitsi i momentit të këtij konflikti. Uxhini, mbas asaj që tha Seno, kërkoi të gjente një justifikim për talljen që bëri me Ilirin. Pra, unë e shikoj në këndvështrimin tim shumë të shumtuar, nuk reklamojnë asgjë, por edhe sjelljen e gjithë banorëve aty, e shikoj pak të distancuar, ose secili ka hallin se si do dalin bukur në ekran. Me thënë të drejtën, konflikti midis Ilirit dhe Uxhinit ishte i rëndë, vërtet autenticiteti i Ilirit nuk mjafton, por njerëzit duan të shikojnë të vërtetën, se çfarë ndodh dhe kush është origjina e saj, ashtu sikurse edhe Uxhini që kërkon të bëhet si i zgjuar, sepse sjellja e Uxhinit do t'rregoj që unë jam më i zgjuar se ty, ndaj Ilirit, nuk mjafton. Unë do thoja që një zemër që nuk kontrollohet digjet, ashtu sikurse edhe një mendje pa zemër humbet. Pra në të dyja rastet, edhe Iliri u doq nga reagimi i tij, por edhe Uxhini që mendoj që mund të prodhonte diçka, faktikisht humbi. Nga ana tjetër, unë do të shikoja Loren, që më pëlqen shumë mënyra se si ti e shikon, por unë dua t'ju theksoj që të gjithëve, gjatë gjithë kësaj kohe, nga prajmi i kaluar në prajmin e tanishëm, kemi qenë sikur kemi parë një festival këngësh, nuk kemi parë vërtet diçka aty se çfarë ndodh, nuk ka vetëm këngëtar, ka dhe njerëz të tjerë që duhet të aspirojnë ose të krijojnë disa ngjarje të tjera. Jo, mendoj që duhet jeni më të drejt për drejt, nuk jeni në shfaqje aty, jeni banor në një shtëpi, që është shtëpia ku janë të gjithë të barabartë. Nuk jeni as me nënën, as me babajn, as me vllajën, as me motrën, por jeni disa banor të zgjedhur, të cilët do të tregoni se deri ku shkon sjellja juaj njerëzore dhe konfliktet tuaja, apo dhe dashuritë të fsheta apo të pafsheta që janë aty. Mendoj që mos kopjoni skemat të edicioneve të tjera apo nga emisione të tjera, jini vetvetja. Çdo gjë e kopjuar, shumtuar, është shumë e shumtuar se sa e kopjuara. Kështu që, prandaj, dilni nga kornizat, dilni nga skemat të cilat mendoni që kur keni hyrë në lojë, sepse teleshikuesit e shikojnë atë dhe mos harroni siç keni parë dhe ju Big Brother më përpara, por edhe edicione të tjera, nuk është se sillni një risi. Unë mendoj që ju secili në vetvete duhet na sillni gjëra të reja. Mendoj që ka nevojë, edhe ne kemi nevojë, unë e para kam nevojë për të parë një gjë të re, ndryshe nga Big Brother-ët e kaluar, por dua të shikoj një gjë ndryshe. Sigurisht që ndryshe nga banorët e edicioneve të tjera, njerëzit presin më shumë nga ju. Ju keni frikë nga konflikti dhe po i largoheni konfliktit, rini gjithmonë bashkë, bëni skema të cilat janë të dukshme që janë kamerat që po ju regjistrojnë, pra nuk jeni vetvetja. Kështu që edhe në konfliktin e Ilirit, Uxhini pretendoi të sillte, se po flas pak gjatë, po Uxhini pretendoi se mund të sillte diçka, por faktikisht solli një konflikt të cilët traumatizoi edhe të tjerët jashtë, por edhe banorët brenda. Më falni edhe ju të tjerët, nëse jeni ashtu nga Emja.